një urmë që po ecte. Quhem Joni Diorgji, jam drejtori i Agjencisë Industrisë Kreative të Bashkinë Tiranë. Me profesion jam kineast, por prej 7 muajsh, tashmë nga marsi i vitit 2022, drejtoj agjencinë më të re që ka qyteti Tirana, që është Agjencia e Industrisë Kreative. Kjo agjenci ka për qëllim të mbështesit të gjithë njerëzit që merren me industri kreative, gjithë njerëzit që krijojnë. Industria kreative sot në gjithë botën, pashtu edhe në Shqipëri dhe në Tiranë, është një industri e cila ka shumë degë të saj. Ajo përfshin artit, të gjitha format e artit, përfshin teknologjinë, përfshin turizmin, përfshin modën, përfshin arkitekturën, përfshin marketingun, përfshin, domethënë se Shqipëria ka një gamë shumë të gjerë. Kështu që gjen pozicionim në shumë fusha të jetës tonë përditshme. Dhe është një nga industritë që në vende si Shqipëria, në vende ku industria e fortë ose industria metalurgjike, industria e makinave, industria e armëve nuk ekziston ose në fakt është në nivele shumë të ulta, është një industri e cila lulëzon çdo ditë më tepër dhe është një nga industritë e cila i sjell më tepër përfitime ekonomike popullit shqiptar dhe vendit tonë.